Asgjë e re është në vazhdën e traditën e lëvizjeve vendosje dhe kreut të saj që të refuzoj disa çështje, jo vetëm subjekte tjera dhe partnerët potencial, mirë po të refuzoj njohjen e faktit që Republika e Kosovës është sistem politik demokratik që parimin dhe konceptin e kompromisit e ka fjalë kyçe. Refuzim për të njohur realitetin e fuqisë së numrave që prodhon një proces zgjedhor dhe vazhdimin e refuzimit për të gjithë të tjerët duke provuar maksimalisht që ta ketë në qendër dominancën në skenën politike në Republikën e Kosovës dhe në asnjë mënyrë të mos ofroj përmes pranimit të këtyre gjërave kompromisin si fjalë kyçe e rendit kushtetues politik në Republikën e Kosovës. Subjektet opozitare, në këtë rast Lidhja Demokratike e Kosovës, duhet pas mirënjohje ndaj durimit të saj për të pas takime pas takimesh me një figurë politike e cila nuk arrin të njeh këto cilat i thamë përpara. Dhe për këtë durim Lidhja Demokratike e Kosovës duhet të ketë mirënjohjen e qytetarëve. Në anën tjetër, Partia Demokratike e Kosovës ka kërkuar që të ketë gjithherë duke u bazuar nga kjo mosnjohje e këtyre segmente përbërëse të rendit politik në Republikën e Kosovës, këtë konkretizim nga lëvizjeve të vendosje çfarë don nga takimi, dhe unë konsideroj që edhe kjo është në vazhdën e një interesit të subjekte politike opozitare që vendit mos shkojë në asnjë mënyrë në zgjedhje. Interes ky që nuk është se dominant tek lëvizjeve të vendosje. Pra, edhe në këto situata trazirash nivelit ndërkombëtar, më pastaj nevoja e qytetarëve të Republikës Kosovës, subjekti më i madh në vend, më i madh në Kuvendin e Republikës Kosovës, i pakënaqur me gjithë këtë mbështetje që ka marrë nga populli, po dëshiron që qytetarëve ose qytetarët prapë t'i maltretojë me një proces të ri zgjedhor dhe kam përshtypjen që kjo është ambicia thelbësore e tyre.